Është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, po ne jena të motivuar edhe synimi jon janë vetëm 3 pikë edhe të vazhdojmë këtë ecuritë pozitive që kena. E vërtetë që ishim në formë të mirë, po na ka nimu sepse kena pas do kohë me pushu pak, po jena stërvit mirë, krejt janë formë, janë tu kthyer edhe lojtarë të rëndësishme për lëndimit, edhe jena përgatit shumë mirë dhe jena gati për ndeshjen me Partizanin nesër. Po normal që dëmtimi bën veten, po kam me stërvitjet që bëjmë, kam pas mundësi me kap ritmin që kam pas në fillim të kampionatit, edhe ndihem mirë edhe jam gati për ndeshjen nesër, si thash krejt lojtarët janë gati fizikisht edhe mentalisht me marrë vetëm 3 pikë nesër edhe të vazhdojmë. Partizani normal që është një ekip i mirë me shumë cilësi, po më duket duhet me pa veten më shumë edhe po jena krejt motivuar si që jena gjithmonë se nuk e shoh problem me marrë 3 pikë. Normal, më pëlqen shumë kampionati sepse s'ka si ekip të lehtë, si me thonë, krejt janë ekipe të mira me cilësi edhe për çdo javë janë ndeshje të vështira. Po kjo më pëlqen sepse ka rivalitet edhe çdo ndeshje është e fortë. Po normal që na mungon mungesa e trajnerit. Po prap jena të motivuar krejt, e dim që mungesa e trajnerit ka me na bo pak dam, po jena gati me fitu këtë ndeshje edhe me marrë 3 pikë. Po për momentin unë jam i fokusuar me Vllaznin, më t'jap 100% për këtë klub të bukur edhe jam me menje vetëm këtu te Vllaznia. Tifozat janë një mbështetje shumë të madhe për ne, na motivojnë, na japin këtë shtesë me vrapu edhe më shumë, me nimu ekipin më shumë, edhe e di që kam me pas shumë tifoza nesër, edhe jena gati për me dhënë maksimum për të tifozat që kena. Po ne do japim maksimumin, edhe besoj që kur japim maksimumin është e vështirë me na ra, edhe besoj që do fitojmë nesër. Vetëm 3 pikë janë të rëndësishme nesër edhe të vazhdojnë. Po dëshira është sigurisht, po më e rëndësishme është të fitojmë këtë ndeshje. S'ka problem kush e bën golin, veç ta fitojmë edhe të vazhdojmë.